Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Siç e dini, unë asnjëherë si kam hapur letrat para se të filloj regjistrimin e videos, por që dua të provoj kësaj radhe kështu, nga që ndihem dhe pak e stresuar, dua të analizoj leximin dhe të mos kap letër për letër, por t'ju jap në përgjithësi si një tregim. Të shohim si do shkoj kësaj radhe, nëse ju pëlqen do vazhdojmë kështu. Ky lexim të dashur binjak i juaj flet për ndërtimin e diçkaje të fortë, të qëndrueshme dhe të bukur, si në marrëdhënie, ashtu edhe në jetën materiale. Por për të arritur këtu, duhet durim, bashkëpunim dhe largimi nga mendimet e mungesës. Kur them mendimet e mungesës, e mendoj për se ka tendencë, sidomos binjakët, unë s'kam, se arri dot, s'kam fat, se bëj këtë dot, nuk janë mundësit, nuk ka, e kështu gjëra. Mendimet e mungesës, t'i quajmë kështu. Në plan të parë duket qartë se ka një lidhje të rëndësishme në jetën tënde ose që po vjen drejt teje. Një marrëdhënie ndërtuar mbi respekt, këtë ta keni parasysh, të ndërsjelltë, ndjeshmëri dhe mirë kuptim. Kjo është një lidhje ku dy palët duan të ndërtojnë diçka me vlerë. Këtu nuk ka vend për lojra, ka vend vetëm për rritje të përbashkët. Gjithashtu shfaqet energjia e punës në grup, e ndarjes së sfidave, së ideve dhe qëllimeve me të tjerët. Mund të jesh duke ndërtuar diçka me të tjerët, një karrierë, një projekt apo dhe në familje. Dhe lajmi i mirë është që puna po ecën, por kërkon durim dhe besim në veten tënde dhe gjithë ata që të rrethojnë, të dashur binjak. Por ka dhe një sfidë të fshehur këtu, një ndjenjë një fshehtë mungese, sikur ndonjëherë të duket sikur nuk ka mjaftueshëm, dhe kjo është binjakët. Apo se të tjerët janë më përpara se ty, këto ndjenja mund të vinë nga e kaluara, por tani është koha për të sfiduar, të dashur binjak, sepse realiteti është ndryshe. Ti po ndërton një të ardhme me siguri, me rrënje të forta. Këshillat e këtij leximi janë shumë të qarta. Mos ki frikë të bashkëpunosh me të tjerët. Ti nuk je vetëm dhe nuk duhet të bësh gjithçka vetë. Ke njerëz përreth që të duan, që duan të ndihmojnë, të jenë aty për ty, të dashur binjak. Kujdes me mendimet që thonë, si që ceka më përpara, nuk kam, nuk jam mjaft, këtë e një vizion, nuk e arrit dot, jam e pafat. Realiteti yt është plot potencial. Këtë duhet mbajtur mend, të dashur binjak. Ke forcë kreative dhe ide që mund të vësh në lëvizje. Fillo me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm. Fokusohu te ndërtimi i themeleve, jo vetëm për të tashmen, por për një të ardhme të qetë dhe të begat, në dashuri, në familje, apo edhe në financa. Nëse jeni në një lidhje, është momenti për të folur hapur për qëllimet dhe për të krijuar plane të përbashkëta. Nëse jeni beqar, ky lexim thotë se dashuria vërtet kërkon hapje, por edhe durim. Hapje do të thotë të pranosh, të jesh gati për një dashuri të tillë. Dhe ajo është në horizont, është aty. Nëse është koha për vendime, punë, financa, gjëra, mos u ngutni, bashkëpuno, mëson nga të tjerët, por dhe ndërto, gur mbi gur. Këtu po flasim për durimin. Më kujton dhe më bën t'ju them që këtu nuk jeni vetëm. Një ndërimtare apo ndërimtar, kurdo që t'jeni, por jeni ndërtues dhe dëshmojeni këtë. Ke fuqinë të krijosh një jetë ku dashuria, stabiliteti dhe gëzimi janë të vërteta dhe të prekshme. Pra, mos hamendso, mos shiko kush dhe çfarë ka tjetri, apo tjetra, kush ka arritur më përpara se ty, apo ku janë në jetë sot. Më rëndësi është ku jeni ju. Sa të miremi dhe kush, apo duke i folur vetes me një mosbesim të madh. S'kam, s'di, s'bëhet, është iluzion, nuk e arrit dot, s'kam fat. Të përqendroni në atë. Siç thash, nëse jeni në lidhje, apo një lidhje që është duke u dukur në horizont, është më shumë se bekim, të dashur binjak. Një gjë
që një person, apo një situatë, apo mund të jetë në familje, aty ku do jepni, aty do merrni me bollëk.